Në një ditë të veçantë siç është Kurban Bajrami, Tirana u bë mikpritësja e një takimi të pazakontë por shumë domethënës. Bread and Heart, Bukë dhe Zemër, një ngjarje që bashkoi mbi 150 arkitektë të njohur nga gjithë bota, që nga Evropa në Amerikë, Azia në Amerikën Latine. Ata nuk erdhën thjesht për të ndarë ide rreth arkitekturës, por për të folur me zemër, për të ndërtuar me shpirt dhe për të kontribuar së bashku për qytetet ku duam të jetojmë nesër. Në këtë kontekst të veçantë, Shqipëria po hyn në një hartë të re respekti dhe të prestigjit ndërkombëtar, jo më si një terren periferik, por si një hapësirë e gjallë ku transformimi urban nuk është vetëm planimetrik, por edhe emocional dhe social. Pjesë e këtij aktiviteti ishte edhe Regina Group Construction. Kjo kompani që ka transformuar Radhimën është një nga shembujt më të prekshëm të suksesit në fushën e zhvillimit të pasurive të paluajtshme luksoze në vende më gjerë, një emër që nuk ka më nevojë për prezantim. Me një filozofi shumë të thjeshtë, por njëkohësisht shumë të fortë, për kushtim ndaj cilësisë dhe dashuri për detajin, Regina Group Construction nuk ndërton vetëm rezidenca, ajo ndërton mënyra jetese. Sot është e pamundur të flasësh për transformimin e Radhimës pa përmendur resortet unike që janë ngritur atje. Palm, Elite, Twin, Ring, Altera, projekte që flasin me gjuhën e estetikës moderne dhe komoditetit të menduar me kujdes. Pas çdo ndërtese të Regina Group fshihet një ide, që çdo klient të ndjejë se nuk ka thjesht një çelës në dorë, por një realitet komod që i përket vetëm atij. Nga bashkëpunimi me arkitektët më të mirë vendas dhe ndërkombëtar dhe personalizimi i brendshëm që respekton stilin dhe dëshirat individuale, gjithçka ndërtohet për të qenë funksionale, elegante dhe përjetshme. Dhe është pikërisht kjo filozofi që rezonon me frymën e takimit Bread and Heart. Ndërtimi nuk është vetëm teknik, por edhe ndjesi, jo vetëm strukturë, por edhe kujdes. E kur këto të dyja bashkohen, arkitektura dhe zemra, atëherë krijon jo vetëm ndërtesa të bukura, por edhe histori që jetohen. Regina Group Construction është dëshmia që edhe në Shqipëri mund të ndërtojmë me klasë, me standarde dhe me shpirt, dhe për çdo që kërkon më shumë se sa një shtëpi, që kërkon një ndjesi, një jetë të re, kjo kompani mbetet një adresë ku vizioni takon të ardhmen.